Pastor, çfarë është mosfalja? Mosfalja është si puna e këtyre peshave që mbajmë në dorë, për momentin duket sikur nuk të dëmtojnë, por në marrëdhënie me njerëzit gjithmonë lëndohemi dhe çfarë ndodh? Ne marrim pesh pas peshe, e ngarkojmë veten në këtë mënyrë, pastaj marrim më shumë, e kështu sa bëhet aq e lodhshme. Falja është kur ne vendosim që të gjithë të peshë që kemi, ta lëmë, e lëmë, dhe kur ne e lëmë, jemi të lirë. Ne falim, jo duke i thënë dikujt që të kemi falë, po vendosim që ta falim një person edhe nëse nuk e takojmë. Unë besoj që është shërimi i shpirtit. Ndaj, inkurajimi im është atë barë të cilën ty të mundon, nuk e mban dikush tjetër, po e mban ti, ashtu si që mbajta unë ato pesha, dhe kur ne ilshojmë ato, jemi të lirë nga mosfalja. Kjo është.